Elisa, megjithatë, do të duhet që ty të bëhet një pyetje e drejtë për drejtë. Të jetosh jashtë Shqipërisë ka disa karakteristika të caktuara. Jeti e njeh Shqipërinë mjaftueshëm këtë terren të ashpër politik, komunikimin, agresivitetin, militantizmin. Je gati për një përballje e cila nuk është e ngjashme me mënyrën elegante, fjalorin e kujdesshëm, frazimin e mençur e të vetëpërmbajtur të gjithë, le të themi, komunikimit evropian dhe më gjërë. Këtu mund të presësh gjithçka dhe mund të bëhet e shëmtuar. Unë vazhdoj të jem një shqiptare 100% dhe padyshim e njoh terrenin, e njoh Shqipërinë dhe nuk më tromp ajo për cilën ju folët. Unë kam ardhur sepse mendoj që politika nuk është domosdoshmërisht një fushë betejë fyerjesh. Unë kam ardhur sepse mendoj që politika duhet jetë një arenë idesh dhe vizioni. Kam ardhur gjithashtu sepse dëshiroj të flas ndryshe dhe shpresoj vetëm të mund të jap shembullin tim. Keni mbritur të gjithë, ti po punon në ato qendrat ku keni filluar të lëvizni, takoni njerëz, të kuptoni atë që praktikisht po ndodh, pak e dallueshme, pak e padallueshme. Çfarë janë disa konsiderata të menjëhershme për realitetin që ti po prek me dorë tani? Politik dhe jo vetëm. Është marrënice dhe dëshpëruese në të njëjtën kohë. Ti mëson shumë nga njerëzit, një historitë e tyre drejt për drejt e treguar nga ata vetë dhe kupton që njerëzit janë shpresplot dhe janë në kërkim të një njeriu të cilit duan t'i japin besim. Dhe unë mendoj që ne këtë besim dhe shpresë që kanë qytetarët duhet ta kthejmë në një plan konkret, në një vizion. Dhe mendoj që kjo duhet jetë përgjigjja që ne mund të japim qytetarëve. Dëgjoj plot histori, dëgjoj gjithashtu histori dëshpëruese, nganjëherë dhe jam përlotur kur i kam dëgjuar në tavolinë, por më ka pasuruar mua dhe vazhdon më pasuroj, pavarësisht se është një kohë shumë e shkurtër dhe e di që do takoj edhe shumë njerëz të tjerë, por besoj që mua kjo vetëm do më ndihmoj t'i kuptoj edhe më shumë njerëzit, kuptoj nevojat e tyre në mënyrë që të nesërmen të mund t'i përkthejmë këto në një zgjidhje konkrete për njerëzit në nevojë. Aktualisht ti e bër prap tiranëse, në kuptimin që në këtë ballafaqimin 24 orë është me shumë ngjyrim, duhet thënë, sepse për ata që marrin pjesë në konkurim në fushata elektorale është një gjithsesi është fantazmagorike në gjithë totalin e vet. Por ti ndërkohë je edhe pjesëmarrëse e diasporës shqiptare, sepse për vite të tëra ke jetuar atje dhe praktikisht ke dhe një shtëpi atje, ke dhe një shtëpi këtu, po jeti vazhdon të jesh po aq e lidhur me për shembull përfaqësime ose aktivitete të diasporës. Çfarë më thua ti mua tani diçka për diasporën në formën e një dëshmie personale, të cilën ne si njerëz që jetojmë në Shqipëri nuk e kuptojmë shumë mirë? Puna që bëjnë në universitet gjithsesi mua më lidh me student, jo vetëm të huaj, por edhe shqiptar. Dhe për mua, për një pjesë të mirë, kjo është diaspora me cilën unë kam një kontakt më të drejt për drejt. Aty shoh se ka student padyshim shumë të talentuar dhe të motivuar për të ardhur për të studiuar në universitet, por ajo që të dëshpëron nganjëherë është fakti që shumë student vinë dhe jo domosdoshmërisht duan të kthehen në Shqipëri. Kuptohet shumë student se shohin gjithashtu me shumë vëmendje Shqipërinë, kam kuptuar që ata nuk janë indiferent dhe mua vetëse më gëzon ky fakt dhe shpresoj që ata këtë interes që kanë për Shqipërinë ta kthejnë në 11 maj në një angazhim aktiv dhe konkret për të dhënë ata mendimin e tyre me anë të votës së tyre. Dhe njëkohësisht shpresoj që vota e tyre të jetë garantuar, të jetë funksionale dhe votimi i diasporës të ndodhë në një mënyrë transparente.
qoftë se ty do të kishin pyetur, Partia Demokratike ka një program, departamentet kanë punuar, ai ka marrë formën e vet, doktor Berisha e ka deklaruar me shumë kujdes gjatë gjithë kohës, nëse ty do të kishin pyetur, e njeh ti këtë program në mënyrë sintetike dhe cila është një pjesë aty që ty të bën përshtypje më shumë apo të ka entuziazmuar më shumë? Po, e njoh programin e Partisë Demokratike dhe ndoshta mesazhi që dua t'jap edhe sot për publikun është programi i Partisë Demokratike është tregues që kjo parti e ka marrë është ulur dhe ka punuar seriozisht për këtë program dhe nuk vjen me fjalë boshe, por vjen me një program konkret. Pra i thot votuesit shqiptar që unë kam një plan për të ardhmen tënde, është duke punuar me këtë plan dhe tregon gjithashtu hapat se si dëshirojnë të arrijnë këtë plan. Dhe unë mendoj që më shumë se kur sot shqiptarët kanë nevojë të dëgjojnë gjëra konkrete, plane konkrete, sesa fjalë boshe. Ka një plan konkret për ekonominë, ka një plan për shëndetësinë, ka një plan për arsimin dhe fusha të tjera. Kuptohet, zemra ime qëndron tek arsimi dhe nëse një ditë do mund të jap dot kontributin tim, do të ishte arsimi dhe do të bëja çmos që kjo të përkthehej në më shumë buxhet, në investime konkrete për arsimin dhe arsimi mos jetë thjesht një fjalë që ne flasim për ditë, por të kthehet në një vepër konkrete. Sa njerëz ke takuar deri tani? Ndoshta nuk jam në gjendje të vë një numër, por për aq sa më lejon koha fizike, besoj që kam takuar relativisht shumë. Mundohem që të jem sa më pranë njerëzve, sepse kuptoj që aty është ngjarja e vërtetë dhe aty kupton karakteret e vërteta të njerëzve. Çfarë ke kuptuar nga vetja jote? Cila është fraza që ke përmendur më shumë? Njerësi thua, unë jam Erisa Bayazidi, do konkurroj për deputet e Parlamentit të Shqipërisë. Fraza e parë, e dyta? Ndoshta nuk di sepse ndryshon sipas çastit, momentit dhe personave që ne takojmë, por padyshim që ndodh një prezantim i parë. Por ndoshta një element që mua më diferencon ose që unë ja atriboj si diçka pozitive vetes është aftësia ime për t'i dëgjuar njerëzit, për t'i dëgjuar në sensin për t'i kuptuar ata, jo thjesht për t'i dëgjuar. Dhe besoj që me këtë karakteristikë dhe me zemrën e hapur të shqiptarëve që padyshim tregojnë atë kalvarin e vuajtjeve dhe dëshpërimin që kanë kaluar në kaq vite, unë shpresoj që ta përkthejmë në diçka pozitive. Është